Këtë kulmin kam qef të ma rregullojnë, se po më pikon deri te dera, unë s'kam me qatë rregulloj. Tot kam, ja, si e kam bëshill gjamin me lastik. A kanë për najtë smundje? Jo, në smundje, jam dy lape Allahit, jam super. Më ka dhënë Zoti shëndetin e lumturinë krejt. Shikues të emisionit të Haruarit, jemi në Obilish, këtu tek një familje e cila jeton në baraka. Si që po shihet, në këtë shtëpi, apo në këtë barake, jeton vetëm një nënon në mosh bajagit vjetër, e cila fol disa donatorëve ndonjëherë i çojnë ushqimin dhe kjo ja del të jetoj. Dhe kjo shpesh herë shohim edhe duke dalë që në shoqata ndryshme të shkoj edhe të kërkoj diçka gjana ushqimore. Mirë po, fatkeqësisht kjo nonë e cila jeton sot këtu e vetme, është një mangth i madh për to, sepse edhe vetmia është shkatërrim. Mirë po, një vetmi e cila është një gjendje thuajse tmerrsisht e keqe, sepse jeton në një shtëpi siç edhe përshohemi edhe vetë. Ne sot dhe tash do të shkojmë ta vizitojmë nga afër, do ta marrim mendimet e soja dhe çfarë ajo ka nevojë më shumëti dhe nga çka ankon dhe si mund të ja del ajo natën dhe ditën e vetme në këtë vend. Jemi në shtëpinë e zonjës Sultane, e cila do të thonë jeton këtu baraka dhe kjo është e vetme këtë shtëpi. Dhe e shohim gjendjen e saj, të cilën tham se është harruar nga një shoqni e jona, siç po e shohim. Mirë po, besoj që kur do na shohin në këtë emision ata bamirësat, atyre që e kanë zemër bamirësinë, do të na dalin dhe do të na ndihmojnë që kjo nonë e jona mos jetojë vetëm në këtë vend dhe mos jetojnë këtë gjendje që është duke jetu. Faleminderit për jush, Allah ju shpërbleft që keni erdhur, më keni vizituar. Mua po më ndihmojnë, nuk po them se s'po më ndihmojnë, po më shumë po më ndihmojnë njerëzit. Po, vetë. Komuna pak e shumë po më ndihmon. A ju kanë premtuar ndaj sena, ju kanë thonë që kanë nevojë ndaj... Ja, kur gjë. E këtu, kjo barak këtu, qysh, për kënja është, a qysh është puna? Kjo baraka është e shtetit. E shtetit. Sot jemi nesës jemi. Apo keni ftoft? Ftot kemi, ftot kam, ja, si e kam bëshill gjamin me lastik, dru po më sjellin hallku, komuna i kam bërë një kërkesë më përpara kryetarit që ishte Gjaferi, s'ma ka... Ma ka refuzuar. Çfarë kërkesë, çka ke dashur me boti? Për dru, për këtu, për shtëpi, për kulmin të po më pikon shtëpia, s'po vinë. Ata e din gjendjen shumë si e kam unë. Unë kam jetuar në atë shtëpi tjetër, po në këtë shtëpi ma ka dhënë djali, drejt po të ka thënë, se isha shumë keq. Qikën e kam, po qikën e kam të martuar. Sot e kam, nesër... E djali ku është? Djali është në banesë. Banesë ja ka në dhënë sociali. Sociali ja ka dhënë se ka fëmijë, 4 fëmijë. Tashi edhe neve që jemi vetë duhet të më jetoj mirë. A është kështu? Sepse edhe ju e keni dhënë një kontribut për këtë vend, edhe një non ka në mush, nuk bën edhe të jetohet dhe. 64 vjetë të jem, unë në dëm të pleqve nuk dua të shkoj, drejt po të kazoj. Se kam qef se qika mua për më vjen. Me pa me vizitu. Me pa, ja, ka një 2 ditë. E te aj Halil Kastrati atje mjoftu? Valla i kam shkrojtu një herë, me nuk i shkruaj. A kështë jetu të ato të ata? Ja. Të Halili jo? Ja, as të Halili as kërkun. Këtu do jetoj. Ja kam premtuar burrit se nuk dal pe kësaj shtëpie. Burri ju ka vdek? Burri ka vdek ka 13 vjetë. Me një social 70 era, po tash i e kanë... E qysh po jeton ti vetë? Qysh e plak ditën e natën këtu veç vetë? Qysh a don nga treku? Jetoj. Për merak jetoj. Vetë për merak. Burr, gru, vetë jam.
Apo mërzitesh atë qysh pe kalon? Po mërzitem nga njëherë, normal. Po shkoj te kjo kunata këtu, rri ditën e natë, një gjumë e bej. E qa bën apel ti përmes kamerës tonë, qa atyre që na shikojnë dhe na dëgjojnë, çka ju thuj, çfarë ndihme më ju ndihmuj, çka Këtu apo komunës, apo shtetit, apo dikujt tjetër? Shtetit e komunës, po të duan, po të kenë mundësi të tash njeriu. Mundësi kanë. Mundësi kanë. Po. Dru duhet. Po. Dimër, ti në di, halku më kanë sjell qymyr e dru. Drasa aty i kam. Dru, këtë kulmin kam qeft ma regulojnë të po më pikon der të dera, unë s'kam me qëta reguloj. Edhe, këtu të ma regulojnë një vend, një diçka të mirë, unë jam e knaqu. Po, tash s'kam qëtë bëj. Sa të kenë mundësi të më ndihmojnë, sa s'kan, faleminderit. E nëse dojnë me hije këtë farë vendi këtu, masi është pronë e tyne, që tu jetojnë dikon 3 familje, mësa e dione. Jo, jetojnë goxha këtu. Po kjo familja këtu edhe kjo këtu. Po kjo këtu edhe Safetja, po kanë edhe tjera. Tashi... Që sa viti jetoni këtu? Kam 25 vjetë. Në qëtë vend? Në këtë vend. Mbas lufte jam martuar me burrin. Burri ka shumë këtu, Rem Sadikut janë këto. Po tashi s'di që ato na bëjnë. Këtu njerë jemi. Mu më kujtohet, dikon ka qenë viti 2008-2009, një shok i jemi, një farë gazment, Preniqi. Po e di, a ju faleminderit shumë, të po ndihmon shumë ata. Më ka thonë, po shkojnë atë një familje në Biliq. Për herë të parë, kur ka pru të më thonë se edhe e morë të këti edhe e këna sjellë ndihma. E di. Mas njëna, tash viti, para 2 vite e na kona këtu bashkë. E di, jo ti më ke ndihmuar shumë. Ja, faleminderit, Allah i shpërblet. Kujtohet, do më thonë, peja asoj kohë që ju i një konë këtu edhe keni një konë këtë vend. Dhe sot, mirë po gjendja shtëpijës, do më thonë, për shumë, çdo herë ma shumë po plakët edhe shtëpia, do më thonë. Jo, po plakët. Po edhe shtëpia, do më thonë, edhe dritarët që shkoj shumë, po hynë ftoft. Hynë ftoti. I ke mbështjell me lastik nga jashtë që mos me i top. Dhe nalt kull mekanisme u rallu dhe me i shiu. Kështu që gjitha ata që kanë mundësi, do më thonë, që kanë mundësi të më ndihmojnë. Ja po t'ja bëjnë një farë ndryshimi tjetër që t'kanë mundësi, apo t'a vendosin me një banesë tjetër dikun, apo t'vendosin dikun një vend matë mirë që kjo nane jonja që t'ket një rahati, sa matë mirë edhe këto vjetë që kanë metë këtu. Po, të sa ti jemi gjallë, kemi qef të jetojmë mirë. Po, si krejt. Faleminderit për ju, Allah ju shpëbleft. E me gjona ushqimore, me këto gjona, që shpjedini? Wallahi, me gjena ushqimore, drejt po t'kazoj, se më shumë po më ndihmojnë se sa po ble. Se s'ka me fqa të ble. Me 70 euro. E me, a kanë për najtë smundje? Jo, në smundje, jam dy lape Allahit, jam super. Më ka dhenë Zoti shëndetin e lumëturin kret. Ja, për merak jam. Për smundje nuk kam kur gjë. Tash i gripat kret normal, për gripat i kalojnë. A smundje të rëndë nuk kam. Ju, për këtë ju lutem, drejt po t'kazoj, se ndëm të pleqe, si të Alili, si të dikun tjetër, nuk shkoj. Këtë po t'a them, se nuk e lea të qikën të mërzite, se ti ne di. Po të shkoj atje, qika zvjen, as shkoj as vi, edhe këshu atje nuk pranoj. Do më që kjo është edhe shtrati ku flani, jo? Ja, të prishur. Ja, këtu e kam, ja, me tulla. Ja, me tulla e kam. Ja, me tulla e kam. Këto i kam blerë, drejt po t'kazoj, me vitra. Veta? Me vitra. I kam blerë. Spoku, qka mujna me bo, mendimin e... Mendimin e... Njerëzve pa mirës. Na, inshallah, kena munu edhe me bo një farë renovimi të kësoj shtëpisë të kujë. Po, vetë kështu. Po, edhe me gelqeros, edhe shtëpin, edhe mi regullu, edhe mi pru dhe gjonat reja, si shtratat, si do opozicion. Po. Edhe ti tjetojsh, do më thonë, edhe ma mirë, edhe ma pastërt, edhe ma e lumëtur. Po, ti e me e lumëtur sa ti e më gjallë. Kësi të vdes pasaj punë e Zotit atje
kemi... Që sa vjetë do më thonë jeton vetë? Unë vetë 13 vjetë. 13 vjetë për banë që jeton vetë? Vetë. Se buri im 13 vjetë i ka bërë që më ka vdekur. Edhe vetë jetoj. Qika ka erdhë, nuk po them, po shkon, vjen, më shikon, më ka ndenu një muaj, 2 muaj këtu, edhe ka shko të buri, të do shkoj të buri, fëmijët... Sa fëmijë ka? 2 fëmijë, një qikë një. E ku rrinë tani ata kur vinë me nejtë? Këtu rrinë. Ngusht pa kapet? Pa ngusht, këtu rrinë dhe. Me zemër të mirë? Me zemër të mirë, me zemër hapur, ne kush vjen unë bujra. Ja, unë këtu rrinë. Këtëm bile gazi ma ka sjell. Drejt po të ka zoj. Shpretin. është një donator, do më thonë, familje, po që... Ai po më ndihmon, gazi e kushtrimi po më ndihmon shumë. Nuk më le kur gjë. Tash i ti them, nuk kam pare, ai të nesme mi sjell. Po unë nuk i them, po që fjala po bie. Ai po më ndihmon tepër. Po më ndihmojnë, njerëzit po më ndihmojnë. A komuna ai ju valla. Tash i ka hyrë edhe po, kryetari tjetër. Tjetër. Besoj që... Besoj. Besojmë, shpresojmë. Nuk e dim. Se ai sa ka filluar, nuk po them. Ama komuna nuk më ka ndihmuar. Pra, nona Sultane, nga kjo vend na jep edhe një mësim shumë të madh. Sepse sado që jeton vetë, sado që jeton me këto kushte që i shohemi, prap nuk e ka një ankesë shumë të madhe kur i shohemi disa familje që jetojnë saltanat, që jetojnë gjona të mira dhe i shohemi se kur nuk ndalen të anku, edhe nëse janë mirë me shëndet, edhe pse i kanë tonat mirat. Prej tepe marrëm një farë mësimi shumë të mirë që prap, edhe pse je vetë, prap ja del edhe me këtu tonë. Po, ja dal. Burre gruj vet jam. E o borë atja, po... Në borë, qysh pe e kalon me o borë? Në borë, shuprën vete bej. E ke ndrej shuprën? E kam drejt, pak e shumë e kam drejt. Sa për të shtje do një qymir, do një dru, po valla, vetë i bej. Kam ndim, kërkujtun, vetë, gjokësi im, forca ime. Edhe kush do në me ndimu për më ankesa për këtu? Ja. Kush më ndimon, faleminderit shumë, Allah ju shpëbleft, Allah ju rujt ata që janë. Allah i jep tërat mira familjeve. Që unë nuk kam kohën. Unë me këtë mundësi... E ki me halal e me të Me halal e me tërat mirat. Me haram nuk i ka. Na fronë dhe gjusë dhe shikus, na për vazhdojmë dhe prap fillojmë Faleminderit e juve, Allah ju shpëbleft, Allah ju rujt, e zotë ju jep të mira. Që shpejshohemi, për dikon janë gjendje shumë e keqe jetesë saj, mirë po për nana Sultane. Më shumë të falu se sa i kam blerë. Është një vend që... Rrymën nuk e paguaj, të borgjin e kam katastrofë, po nuk kam o vla. S'kam me që ta paguaj. E kalan burri të shi unë të shi qatë bej. A unë nuk e paguaj dot. Kur kam mundësi të ta paguaj, kur s'kam. S'kam qatë bej, të s'kam. Me 70 euro, me 80 euro nuk rrijet. Sa pi merë në mujtë shumë penzion? Në muaj të 70 euro, të shi ka rrit pak kurthi. Po, alhamdulillah, për të ngrene, për diçka mirë, qa themi. Po, më shumë po më ndihmojnë njerëzit, Allah ju shpëbleft, ata që më ndihmojnë, ata që vinë më vizitojnë mua. Se ere parë që erdhe tin që më vizitove me kamerë. Po, ja drejt po të kazoj. Faleminderit shumë, Allah ju shpëbleft, Allah ju rujt. Besoj që mas kësojna, gjithë ata që na shikojnë dhe na dëgjojnë, ka me pas një ndryshim për të mirë, që kur vim herën tjetër, që si familje tjera që po shkojmë, do të vim me gjana... Drejt po të kazoj, i kam shkrujtur edhe ati Zarfit Mirgataj. Ja kam qua fotot, ja kam quar kret, s'më ka bërë kur gjë. I ka dërgu e Zarfit Mirgataj, mirë po edhe i ka ndoshta... Po jo, ta shi kur... Mirë po nga kjo emision, besoj që gjithë ata që na shohin dhe e ndjenë edhe shohin këtë nanë, si kurse nanën e tyre, besoj që nuk kanë me hezitu, që s'paku këtu, në këtë vend, këtu baraka që kjo jeton, të mundohemi zbashku, t'ja regullojmë
edhe t'ja mirëmbojmë, edhe t'ja bëjmë çdo gjë që ka të vjetër, që është thuajse dikush nuk i kish marrë as për diçka tjetër këto gjana ku flen kjo këtu edhe ku rrin, t'ja bëjmë të reja dhe të këtë jetë edhe të jeton këtu me gjana të reja dhe të ketë një rahati, sepse trupi i saj në këtë moshë e don që të jetoj pastërt, të jetoj mirë dhe të jetoj qetë. Edhe pse jeton vetë, kjo prapë se prapë është e kënaqur me këto që është caktu, dhe besoj që ju mendimin e ju dhe me këtë shikim do të kemi ata që do të mundohemi pak t'ja rregullojmë jetën dhe të jetë një jetesë më të mirë dhe më të shëndetshme. Zoti ju nderoft, ju shpërbleft për çdo gjë që kontriboni dhe ju që na shikoni. Faleminderit. Qështu, besoj që kam e pas një ndryshim, inshallah me emër Zotit. Zonja Sultane, qyshe do shtëpia po na përcjell edhe deri te vetura, po thu, atëherë kanë thonë me ju përcjell mos më kthy, po inshallah na kthejmë veç për të mira. Jo, inshallah në theni për të mira, për gëzime. Po. Se jo për keq. Ja, shukrin ku e kam. Që shukrin e ka marru vet. Paka shumë me mundësitë e veta. Me mundësitë. Edhe me stido që mëre do dru. Po. Pa ka mundësi. E çështu. Po amore, hej të mirë. Got. Po të ke shëndetin tëra be. Çashtu vëlla. Inshallah Zoti ta ruan këtë shëndet edhe ki gjithmonë. 64 vjeti ka. Mashallah. Po shihet vendi ku është te Kosova A, dhe çdo herë do të më thonë ka pluhur edhe avull që bjen lagështi. Avull i sa duash. Do të thonë kjo bor thuaj se çdo herë edhe verës është i lagt, prej avullit që bie këtu. Po valla, edhe verës. Ja, vetë kam drejt këtë derën, vetë kam drejt çata. Pak e shumë sa mos hyjnë qen. Na ju përshëndesim pra këtu, edhe një herë. Zoti ja dha shnetin e me të mira. Edhe ju. Faleminderit. Faleminderit.